Kryeministri Edi Rama shpreu kritika për të gjitha vendet e kontinentit e Europës. Në fjalën e tij në edicionin e 9 të Future Investment Initiative në Riyadh, Arabi Saudite, Rama deklaroi se Europa ka ngecur në një pozicion të përqendruar vetëm tek armatimi dhe nuk ka një plan paqe. Rama tha se nuk i jep leksione Europës, por si një europian i palëkundur, ndihet shumë i shqetësuar dhe i trazuar nga ky fakt. Sinqerisht, mendoj që ka diçka thelbësisht të gabuar në faktin që ka një nxitim të përditshëm për të riarmatosur, për të menduar, për të folur e për të punuar gjithmonë më tepër për më shumë armë. Ndërkohë që nuk ka një plan paqeje, që do të mund ta shihje, ta lexoje e të mendoje mbi të. Gjithashtu në fjalën e tij gjatë eventit, kreu i qeverisë shqiptare ndau qasjen e tij për inovacionin, teknologjinë dhe investimet e qëndrueshme.